Jemi rikthyer në frekuencën 102.2 apo për gjithë juve që jeni duke na ndjek në Radio Plus.fm. Sot në studio kam kënaqësinë më të madhe me mirëprit Fillojeta Konjui, specialiste marrëdhënieve me publikun në Fondin e Kosovës për eficiencë të energjisë. Me to do të flasim për disa prej zhvillimeve më të rëndësishme që ata po realizojnë fund këtij viti. Fillojeta, mirëmëngjes dhe mirë se ke ardhur, gjithmonë kënaqësi pas studio. Mirëmëngjes, kënaqësia gjithmonë e imja, me që dhe si që dini në komunikacion zakonisht më ndjekin valte Radio Plusit, kështu që po vi me dhoni informacione shumë të rëndësishme nga fondi. Është shumë e mirë sepse gjithë vjen me pozitivitet dhe me lajme të mira, kështu që me zpresim me të pas studio se kemi nevojë mëngjes me pas lajme të mira. Sot Fillojeta është dita e fundit të aplikimit në konkursin e parë kombëtar për nxënësit e shkollave të mesme të ulta në Republikën e Kosovës. Cili është qëllimi i kësaj gare? Jemi mësuar të flasim vetëm për implementimin e masave të eficiencës së energjisë që bën Fondi i Kosovës për eficiencën të energjisë, po në mandatin e saj ka edhe promovimin e rëndësisë së eficiencës së energjisë dhe përdorimit të burimeve të ripërtritshme. Dhe në kuadër të kësaj nisur nga parimi që të gjitha sjelljet e mira fillojnë qysh në moshë më të re, kemi menduar një garë, një konkurs kombëtar për të gjitha shkollat e mesme të ulta, do të thotë cikli nga 6 deri 9, klasa 6 deri 9, në mënyrë që të gjenerojmë mesazhe, të gjenerojmë ide nga vetë ata për fëmijët e tjerë. Kemi, do të thotë, konkursi është quajtur ide të ndryshme për një të arme të gjelbër dhe mrekullisht kemi prit shumë punime, do të thotë, deri më sot dhe presim që edhe sot deri në fund të orarit të kemi punime të tilla dhe gara është goxha e fortë, do të thotë. Deri kur mujnë me i dorëzu punimet edhe çysh kanë me përgjith fitues apo edhe çka janë çmimet që kanë me i fitu këta nxënësat? Punimet mund t'i dorëzohen deri sot në përfundim të orarit, dikun deri në orën 16:30, 17, sepse zakonisht ndrohem në zyre deri në këtë orë. Kanë qenë 3 kategori, ka qenë kategoria e eseut, të cilën kanë mund të dorëzojnë përmes email-it, kategoria vizatimit dhe një shpikje inovative, kështu të theme një instalacioni kreativ të cilën kanë mund të punojnë fëmijët. Për to të 3 kategorit janë jurit profesionale, do të thotë nga ekspertët të brendshëm por edhe të jashtëm. Dhe për secilën kategori pastaj janë 3 çmime që do të ndohen nga komisionet dhe ka edhe shpërblim për ta. A unë e di çfarë shpërblim është ajo? Kemi menduar nga një tablet për secilin çmim, për shkak se tableti është një pajisje pak më praktike që edhe mund t'ju ndihmojë edhe në studime, do të thotë edhe në hulumtime dhe në shkrim edhe kështu me radhë. Okej. Fund viti i Fondit të Kosovës për eficiencë të energjisë ju gjen gjithmonë të angazhuar. Jo vetëm fund viti, po edhe këtë viti faktikisht. Para pak kohësh keni publikuar projektin e ri Rruga Gjithëpërfshirëse edhe drejt vitit 2030, ardhmja e energjisë së gjelbërt, të financuar nga Qeveria e Danimarkës edhe të zbaduar nga UNDP-a në partneritet me Fondin e Kosovës për eficiencë të energjisë, edhe Ministrinë e Ekonomisë. Kush përfiton nga ky projekt? Ky është një prej projekteve më përzamër, themi kështu, që kemi pas këtë vit për shkak se prej kategoritë të saktuara janë familjet e listës përfituese të asistencës sociale. Do të thotë janë dikun rreth 90.000 familje të cilët janë në këtë listë të asistencës sociale, të cilët ne kemi pranuar ato lista dhe nga një komision të jetë profesionist dhe me kritere të jetë rigoroze janë zgjedhur 70 familjet e para, ndërsa numri i familjeve që do të përfitojnë shkon deri në 200, sepse buxheti do të thotë është limituar deri në këtë. Po jemi kujdesur që të përfitojnë familjet më në nevojë nga kjo listë e përfituesve të asistencës sociale. Përveç që faktikisht ju e dini se kush ka nevojë më shumë dhe i përzgjedhni ato, çka janë kriteret e përzgjedhjes të tjera, duhet më pas një kriter që duhet më përzgjedhën nëse një familje ka nevojë mirë për të përmbushur ato kriteret që duhet. Ne jemi të vetëdijshëm që secili në listën e asistencës sociale mund të ketë nevojë, por jemi kujdesur që t'u japim përparësi familjeve që
udhëhiqen nga nënat vetë ushqyese, familje që kanë persona me më shumë persona me aftësi të kufizuar, personat me numër më të madh të fëmijëve në atë familje, dhe pastaj vijnë kriteret kushtet e shtëpisë, nëse shtëpia është e qëndrueshme dhe mund të kryen investime në të, dhe nëse ngrohja është me qymyr për shembull, ka përparësi për shkak se jemi i thartë asaj, do thotë që të heqim ngrohjen me qymyr dhe të kalojnë në më eco-friendly, të themi kështu, ngrohje më eco-friendly. Dhe këtu do të thotë kanë qenë kryesisht kriteret, 70 familje të para vetë se janë përzgjedhur, dhe në proces e sipër është përzgjedhja kompanive që do të kryej punimet në këto shtëpi. Çfarë masash kanë me u implementu? Janë masat implementimi i masave të eficiencës së energjisë, do të thotë mbështjellësi i jashtëm do të izolohet, izolimi i jashtëm i shtëpisë, izolimi i kulmit, ndërimi i dyrëve dhe dritareve të jashtme, dhe pastaj vijnë edhe disa masa jo eficiente, do të thotë ato pikore, ato mbledhësit të cilët mund të dëmtojnë masat e eficiencës së energjisë nëse nuk rregullohen. Në çfarë faze tash është projekti? A mundemi me 70 familje të para vetë se janë përzgjedhur, kompania është duke u përzgjedhur dhe në momentin që përzgjedhet kompania pastaj fillohet me punime. Edhe njerëz sa ka numrit që kanë me u pranu? Deri në 200, deri në 200. Deri në 200, për këtë vit janë zgjedhur 70 të parat, do të punohet një trajtësisht, do të thotë në të gjitha regionet, sepse jemi kujdesur, është lista ka shumë aplikues, do të thotë 19.000 familje dhe kemi mujt edhe të shtrihemi gjeografikisht kështu të jemi më gjithë përfshirës në të gjitha rajonet. Ky nuk është projekti i parë që ju i përkrani kategorinë sociale. Fondi i Kosovës për eficiencë të energjisë ka transformuar edhe shumë banesa sociale në Kosovë. Sa janë edhe kanë përfunduar, edhe herën e kaluar me keqen kemi fol pak për këtë temë. Banesat sociale, ndërtesat shumë banesore sociale, ashtu siç i quajmë, fatmirësisht këtë dimër kanë hyrë me masat të implementuara, pothuajse të gjitha kanë përfunduar, janë 28 në 13 komuna, dhe mund të themi që jemi krenuar që këtë dimër ata do të kalojnë më ndryshe, sepse kanë qenë ndërtesa shumë të dëmtuara, dhe këtë vit hynë do të thotë me izolim të ri, me kulm të ri, me dyrë dhe ditare të reja të jashtme, si dhe me vendoset të klimave për secilën njësi familjare, që dimri do të ngrohen dhe verës do të freskohen. Është shumë e rëndësishme me pas dimrin e ngrohtë pikë pare, se nuk e di as dimri çfarë është, se është ngadalsu pa ky proces i ftojes, mirë po herë kur do ka me ardhë dhe kemi pas nevojë për izolimin edhe këto masa që keni ndërmarrë ju për këto banesa. Fillojeta mund të shmëra të rregu për fond se ka me pas një thirrje publike për subvencionin e masave të eficiencës të energjisë në shtëpi individuale, pra, jo për banesa. Ky ka qenë një prej projekteve të cilat e ka vënë do të thotë edhe rëndësinë e masave të eficiencës së energjisë më shumti, por në vitin 2023 dhe 2024 kemi pas, dhe gjatë vitit 2025 kemi arritur vetëm të trajtojmë edhe listën e pritjes e cila ka qenë krijuar prej vitit 2024, dhe do të vetëm përfituesit e fundit të kësaj liste do të trajtohen deri me kanë të drejtë të ti përfundojnë punimet dhe të aplikojnë për disbursim deri me 31 dhjetor, dhe këtë vit nuk kemi pas do të thirrje të re për përfituesit, sepse siç e dini buxheti i thirrjeve të kaluara ka qenë buxhet nga Bashkimi Evropian i siguruar përmes Qeverisë së Republikës së Kosovës, dhe për atë sa kemi pas edhe e kemi implementuar. Fondi është duke tentuar që të gjejmë modalitete të tjera, do të thotë edhe përmes bashkëpunimit me banka, jemi duke bashkëpunuar me institucione ndërkombëtare që janë duke na ndihmuar që të krijojmë skemat më të mira me të cilat do të kthehemi pastaj përsëri edhe tek familjet, po dhe tek bizneset që të ndihmojmë në implementimin e masave të eficiencës së energjisë. Domethënë jeni mendu ton kohën me pas planin e të ardhmen, mirë, po nuk varet nga jo krejt kjo. Normalisht. Krahas projekteve të cilat i kemi duke i implementuar, vazhdimisht punojmë edhe për skemat e reja, do të thotë në mënyrë që të gjejmë më të mirat dhe qytetarët ta kenë sa më të lehtë dhe të aplikojnë, po edhe përfitimi të jetë më i madh prej tyre. Fillojeta shumë faleminderit, nëse kishë mujt edhe një herë për gjithë qytetarët që në duke na dëgju, ku mujnë me ju ndjek juve përveç faqes zyrtare në Facebook, a keni ndonjë kontakt që munden me ardhë qytetarët me bisedu apo në zyret e juaja, edhe me
marr pak më shumë informacion rreth kësaj. Ne kemi kemi webfaqen në të cilën jemi duke punuar që shumë shpejt ta lancojmë, do të thotë edhe një kalkulator të ri me cilin qytetarët do të mund të bëjnë vlerësime nga Kultuku, po them kështu, për shtëpitë e tyre dhe të kenë një pasqyrë më të qartë se çfarë ju nevojitet në shtëpinë e tyre. Do të thotë kemi webfaqen, i kemi rrjetet tona sociale në të gjitha platformat, i kemi emaillat zyrtar, i kemi numrat e telefonit zyrtar dhe zyret tona janë edhe në përveç asaj në Prishtinë tek Ishbanka Ljubljanës, është edhe në zyra rajonale në Mitrovicën e Veriut, ku stafi mirëpret të gjithë qytetarët që të marrin informacione edhe për masat, rëndësinë e masave të eficiencës së energjisë, edhe për projektet që mund të vinë në vazhdim dhe për projektet që janë duke implementuar. Shumë faleminderit Fillojeta për këtë intervistë, ka qenë shumë kënaqësi, po edhe për gjithë dëgjuesit Radio Plusit që janë informuar tash për trodhire publike që ju i bëni vazhdimisht. Faleminderit juve, kënaqësia ime. Ne dëgjues Radio Plusit po vazhdojmë me